Ndrojmë temën e informacioneve, rinia e Gostivarit gjithnjë më tepër po zhitet në alkool. Vetëm gjatë vitit që e lan pas, policia ka kapur 62 persona që kanë drejtuar automjetin në gjendje të dehur, ndërsa nga njësia urgjente e spitalit të Gostivarit konfirmojnë se vetëm gjatë netëve të vikendit deri më 15 arrin numri të rinjëve që drejtohen për ndihmë mjekësore në gjendje të alkoolizuar. Në mesin e tyre fatkeqësisht ka edhe shumë femra. Një rritje permanente shënon numri të rinjve në regionin e Pollogut, të cilët kanë fituar shprehi, por edhe varshmëri nga konsumi i pijeve alkoolike. Përfaqësues të stacionit policor në Gostivar kanë intensifikuar aksionet e kontrollit si në për objektet hoteliere, kafeteri dhe në të gjitha ambientet ku shërbehet me këto lloj pije dekse, ashtu edhe në komunikacion. Nga ky nivel edhe një herë apelojnë që lokalet e natës përfundimisht duhet të heqin dorë nga praktike e shërbimit të miturve me pije alkoolike dhe ndalesën e qëndrimit të tyre në këto ambiente pas orëve të mes natës. Ata që do të hasen duke shkelur këto urdhresa do dënohen me gjoba në vlerë prej 200 euro në kundërvlerë të denarit. Nga sektori i punëve të brendshme gjithashtu njoftojnë se gjatë vitit që e lan pas janë hasur deri më 62 persona që kanë drejtuar automjetin në gjendje të dehur, duke vënë në rrezik jo vetëm jetët e tyre, por edhe të komplet pjesëtarëve në komunikacion. Fatkeqësia me këtë rast bëhet akoma më e madhe kur kihet parasysh se në mesin e tyre ka edhe shumë të mitur, që të gjithë janë përballur me sankcione adekuate ligjore, ndërsa alkotesti është bërë një praktike patjetërsueshme e pjesëtarëve të policisë në të gjitha aksionet e kontrollit në terren. Faktin se rinia jon po zhytet gjithnjë më tepër në alkool e konfirmojnë edhe nga njësia urgjente e spitalit të Gostivarit, nga ku njoftojnë se rastet më të shpeshta të mbidozimit të rinjve me alkool drejtohen gjatë ditëve të vikendit. Sipas mjekëve të kësaj njësie, vetëm gjatë netëve të vikendit atje drejtohen për ndihmë mjekësore deri më 15 të rinj të mbidozuar në mesin e të cilëve fatkeqësisht ka edhe shumë femra. Krahas luftës që po bojnë institucionet e shtetit për ta luftuar këtë dukuri me pasojë të mëdha për shoqërinë, një rol të rëndësishëm po luajnë edhe institucionet fetare. Këto të fundit nëpërmjet ligjeratave të teologëve në mënyrë permanente u rikujtojnë pjesëtarëve të besimit islam se alkooli është rreptësisht i ndaluar me sheriat për shkak të dëmit që sjell në shoqëri.